një vajze e nisur në Pej, kaluar në Francë, Zvicër e në vendet të tjera, por përpos rrugtimit edhe nga pozita gjeografike, ajo ka udhëtuar edhe përmes shpirtit të saj të lirë, ku besoj shumë që në këtë bashkëbisedim do të ndaj shumë çka nga historitë e saj personale. Le ta mirëpresim Melisa Lajqin. Se unë të drejtova Melisa, po nuk... Melisa, Prija, qështë tani? Mirë, shumë knaqësi me të prit. Qdo vend një emër i ri, se jeta shumë e shkurt, besoj për me pas veç një emër. E vërtet. Kështu që... Çfarë emrim ki shku mu? Ose, a shkon kjo me... Shkon me ftyrë, nuk jam... S'kisha mujt me dit, a mu ty cili emër të kish pëlqy me pas nëse se kishe pas bërë. Hajde, deri në fund të intervistës, po besoj të dyja t'japim na ide për këta. Melisa apo Prija, si i ke përzeti këta Prija? Do me thonë mu ma kanë jep Melisa familja, pa problem, unë shumë e du emrin, a më karë një moment që... Shumë e një bukur në fakt. Melisa, zdja është i common, që shtojnë zdja është normal emër në Kosovë? Po, i zakonshëm, konsiderohet, po. E Melisa, e tani mas janë nisa një farë udhëtime spiritual, edhe janë nisa me taku shumë, do me thonë mësus spiritual, shërus që se njerëz edhe kum taku një mësus që ka praktiku një ndi, edhe aj, më falë se kam pak stres. Pse mëj? Se i rapor në televizor, besoj që do me thonë do të pak stresi. E mirë kuptushme, ndonë se ti ndoshta po e ndjenë, se unë nuk po ta vrej për kundrazi, po gjithësi rahatoj unë dhe e vetëm shlirë. E fakti që e thash, ka njerë momentin që e thush, tani ta hek pak. Shumë e vërtet, kur i thu gjona, slirohesh. Edhe pse i në televizor, se dhe në televizor ndodh, këto jënë sanet që ndodhin, po nuk i kalzojmë. Gjithi kemi, unë i kam edhe pas sa vitesh që e bëj këtë punë, kështu që... Për një me, ndodh. Ma beso që po, ndodh. Kër e shoha dritën e kuqe në kamerë, e ke një farë lloj emocioni të papërshkrueshëm, po që është shumë i bukur në fakt. Edhe veç kur të kryhet intervista, ande e kupton që ko ka emocioni lezetshëm, bën me provu prapë. Okej, do me thonë në për me janis, do me thonë kum taku, edhe një momentin që kum taku që të mësus, që do me thonë u formu një ndije dhe ka praktiku shumë meditime që se sane, do me thonë kur më ka taku edhe kur e ka po energjin teme, ma ka boje pas ke një energjit Prija. E qaj vjen Prija, e Prija në sanskritisht është e dashtuna e Zotit. Kështu që unë tash e pata Prija edhe tash Prija është versioni ma i lartë i jemi, edhe Melisa është versioni pak me limite, me mendimet kufizume, me mentalitet ndoshta pak ma poshtë, qysh i në rrit, qysh ka ndosh me në mësu. E Prija është një version që një femër ma e lirë, që një femër që jeton për vetë vetën. Versioni më i mirë yti që e ke zbulu gjatë jetës, gjatë jetës. E ta shket esenca është qysh me dalë, me shku prej Melisës deri te Prija. Qfar u këtime unë me marë për me gjithë vetë vetën edhe mu kon e lirë e panvarër. Se është shumë shtirë kur jenë arrit edhe nadin me heshtë, mu kon ma të mbyllta, mu kon ma normal, mos mu të tranu shumë, mos me folë shumë, mos me bërtit shumë. Çka konsiderohet normal? Po normal, unë e po thëmë... Për Melisën, ha? Ta bëj Melisën dhe mande e pysë edhe Prijën pak. Po diferenca është, normal është që veç Melisa u konë, do me thonë, që ajo që funksionon me sistemet, modelet e të kalumës. Do me thonë që nuk menon veç për veti, po jeton edhe për njerëz, edhe jeton për halkë, se unë e jo mësu, do me thonë unë e kom jetu në Kosovë deri në 12 vjetë, kështë që unë e prapë se prapë. E ke marrë atë brymosjen, atë frymën e shoqënisë, familje, se kuptoj. Egzaktësisht, e shojmë familje, ka njerë qysh femrat jonë të trajtume, që mashkulli ka njerë adin e bënd vetën, e që femra është e shtypme në një farë mënyre, edhe që ato modelet unë e kom vrejt që ma drejtojshin jetën në një mënyrë ku unë nuk ndisha e lirë, ku i bëjsha do sene ndoshta për, ose bëjsha naj shkollë, ose mërsha naj drejtim veç për të tjertë. E që ajo u konë pse Prija, pse unë ja kom jep një farë simbolike, sa është kështu emri nuk të bën njëri, kështu që kjo është veç për fun, a më simbolike në mënyrë qysh mëj me ja arrit për mi hek që to modelet e vjetra, edhe qysh
unë më me liru për me jetu, me bo jetën që shdu vetë, edhe për me gjithë shka qëlimin të emnjetë, se ka plët njësë që nuk e jetojmë qëlimin tonë, te i ki gjithë, që të pëlqenë qëlimin, se në shtatë pri që i kone vogël, ki pas shef me folën publik, me shprejt tonën, me taku njës. Ti kur me vetëm, po thua që nga mosha, do me thënë, deri në moshën 12 vjetë, ke qenë në Kosovë. Kur ka qenë qaj momenti që i ke thonë vetës, okej, unë kom përtej kësaj me dhonë, ose unë meritoj përtej kësaj, unë mendoj ndryshe prej rrethit. Ajo ka qenë udhëtimet. Edhe pse gjithë si fëmi, kom lëviz shumë, do me thonë, dhe në pej, unë e kom lindë në pej, do me thonë, në pej unë konë dhere 7 vjetë, e tani unë konë Prishtinë dhere 12 vjetë. Edhe kështu që edhe në Kosovë kom livrit, se edhe në Prishtinë njerë jëmë konë ajnë frashtë, tani asa në Prishtina, kështu që gjithë jëmë konë levizje. Kështu që gjithë sa herë që shkojsha një vend të ri, gjithë jëmë di pak ma e quditshme, se vyke mu riadaptu, prap me bo shoqni, nashta në pej nuk i kena pas ka njerës mentalitetin e njëjtë si në Prishtinë, ndoshta Prishtinë nuk unë pak ma upë. Po, janë ato dalimet edhe në mes vendeve në Kosovë. Udhëtimi i parë që, jo që e ke bo, po në cilin udhëtim ke vrejt që bota që nga ma ndryshe, edhe mendja pas ka mundësi me u hapë më tepër se sa aty ku ke jetu. Udhëtimi i parë që e kom bo që u konë, sështë qaj që u konë ma i rëndësishme, po që ka vyt me kalu qanena, është kur në 12 vjetë kom shku, do me thonë me jetu në Paris, me një pjesë familjes. Do me thonë Paris kom najtë për 4 vjetë, do me thonë që atër e kom pa, nuk e fëllësha gjuën, e kom pas gjuën shumë problem, e kom pa që, do me thonë e kom vyt më riadaptu, njerëzit kom pa njerëz ke i ndryshme, që adhe në Kosovë, nuk kom pa, kështu që isha në shkollë për herë të parë, isha me ata, kështu që mësojsha prej atëmve, ma frojshin, kështu që atër u konë një hap i parë. Po tani që ka u konë, diçka një udhëtim që një me u konë ma i thellë, është Kaledonia e Re. 16 vjetë do me thonë kom shku në Kaledoni 3, është një ishull nga të Australis, 24 orë me aeroplan prej Francës. Në oqeanin paqësor. Në oqeanin paqësor. është një ishull tropikal, shumë primitiv. Do me thonë atje u konë që atare e një me jom qelë, edhe kom po që ketë njerëzit jenë atë njëjtë, që për që ata duhet adhen mi respektu krejt njëjtë mënyrë, zakonisht ketë kalojnë të njëjtë atë sana, që edhe atje kom po që adhen të njëjtë atë problemet, njëjtë atë gjara. Ani pse një ishull i vogël, pra me një mënyrë kretë tjetër të funksionimit edhe të rutinës që ti e ke përjetu edhe në Paris, një nga kryeqendrat me numërin më të madh vizitorëve edhe një farë lomshi që hiç nuk jalen keq Prishtinës, se bëj një krahasim edhe me numër totalisht të ndryshëm të banorëve të vizitorëve, po do me thonë një dinamik shumë e madhe. Edhe ti e gjenë qetësi në një ishull mes njerëzve pozitive dhe aty e bën një farë lidhje me e rigjim vetën, a konsiderohet me thonë Me rigjit vetën gjithë shysh, sepse është një paqe, do me thonë në jetojsha nga detit, so arë kisha... A ishe vetëm a shkove në pjesën tjetër të familjes? Me një pjesë familjes. Okej. Po tani gjdo njoni vlaj, për shambull, e ka marrë shkollën, kështu që ka ik ma herët prej ishulli, unë e kom nejtë mas gjati, se e kom marrë një vjetë ma shumë mas shkollës, atë një vjetë gap year, që shtojmë edhe në se mi marrë studimet me njerë të ose punon, ose për me provu periuda të reja, eksperienca të reja. A punoj e diqka atje, si e kaloj e kohën? Po, ka pas momente që i kom pas 4-5 profesionin njëtë në kohë, do me thonë me 17 vjetë të njësa me bo modelizëm, më nxez bëjsha tourist guide, zdi që shtuat shqip tourist guide? Guide turistike. Guide turistike, okej. Do me thonë më nxez e bëjsha që ato, ajo më kam mësu shumë, se do me thonë në i kisha në 30-60 persona, që zakonisht i kishin plus 60 vjetë, e unë i kisha 17-18 vjetë, do me thonë vysha me mësu, mu koni oratore fort, qysh këta me besu mu historinë e Kaledonis të Re, se unë jem të e kalzu historinë e Kaledonis të Re si kosovare, që u konë diqka që se kom prit
qysh më ka qu... A kishin ata dyshime, ose a kishin ti atë frikën se mos nuk pe kanë këtë besimin 100%, si mundet kjo më na tregu për historinë një vendi që nuk vjen prej këto? Unë po besoj që sa ma pak e marim sanët seriozisht, aq ma shumë funksionojnë. Sa ma pak i marim seriozisht? Aq ma shumë funksionojnë. Sa ma shumë e kap stresi, qysh thash, stresi, atë mundesh me pas na i farë blokimi. Po, unë e faktit që nuk i mesha seriozisht, për shembull, modelizimit kur më ka ndodhur, unë kur nuk e ku mendu mu po modele. Po faktit që nuk dojsha që funksionojke. Veç ka ndodhur. Për njëjtë për gjitë turistike, unë e faktit që ketë ata kanë kry shkollë për me hije, unë e veç për hajgare, e kom qu si vinë edhe morën, adin do me thonë nuk e mesha për zemër, kështu që funksionojke. Funksionojke, e mesha për zemër në mënyrë që po du me kallëzu historinë e Kaledonisë Re, se që është interesant është që unë e fëqa shumë me këta matë vjetrit edhe Kaledonia e Re u kone kolonizume nga Franca. E sa herët që fëqa kërë foli frangjish e kom një aksent që gjithë njeri me kom fol ma ka bo prej kajtje. E unë e me nëzit që s'presha, do me thonë me fol për Kosovën. Së të isha që po shkoj 24 orë lërgë me aeroplan prej vendin tem, edhe prap bile po mëj me fol me ja kallëzu njerëzve vendin tem. Në Kaledoni kryesisht flitet frangjisht, po kanë edhe disa... I kanë lokalt, ata lokalt, i kanë dialektet tjera. Që konsiderohen më të vjetra e kujdiun më të vështira. Se ki 40% lokalt, e tani kej 60% jonë këta që kanë ardhë me kohët për me mush ishullin, se besoj që kur kush zdoj ke hajt me shku me jetu në ishull, do me thonë kolonizimi ka ndodhë me këta të burgosun, i kanë qu kejt atje. Kështu që... Eksperiencat bukra këto, me i kujtu, po më duke të tash të bëna pak nostalgjike, duke u këthy që Evropa. Unë janisa me ikë në për memorje. E kopa, e kuptuma. Amo ju më konë eksperienca që gjithë sene ka pas, fakti që ju më konë një mosh që ndoshta nuk e mërësha jetën shumë seriozisht, e kisha njenjën që funksionojke. Për që ata edhe ka njerë, ka ndodhë që tani natën, shkojsha, punojsha si animatore, ose biletat në për klub. Do me thonë, gjithë kom pas profesionet, kom provu pak profesione ndryshme për me ditë tani çfarë studime du me bu. Edhe pse nuk kam mjaftu me ditë, ka njerë nuk e dim, edhe ka njerë provojmë, edhe prapë ndrojmë. E vërtet, kur si di, ndoshta krejt një mush, diku të shtyër, e kupton se për çka qëndron. Unë e kom gorat familjes që kanë marrë studimet 40 vjetë për mu bu psikologe, për mu bu avokate. Që nuk është asë gabim, sepse e bën kur të që e ndjen vetën gati. Eksaktësisht, unë e kom thonë me 40 vjetë, nëse hala nuk e gjej vetën një profesion, unë e du me marrë. Eksploron hala me pas du me ju këthy studime. E rrugtimi jëtë spiritual, në të cilin je akoma, a përfundon kjo rrugtim, pra më falë për pytjet ekstra që po të bëj, po kam shumë kureshtje me kuptu ma tepër për këtë. Qëka do me thonë rrugtim spiritual? Rrugtimi spiritual, shpirtëror është më konë vetvetja. Këtë që qëllimi është më konë vetvetja, do me thonë me ditë të egzaktësisht qka të bënë mundi mirë. Se këtë e kena një qëllim, a më nuk e jetojmë këtë qëllimin tonë. Do me thonë, më në me vdek, pa ditë për qka kena ardhë në këtë botë. E për me ditë për qka kena ardhë në këtë botë, vynë punë. Vynë punë, duhet me njoftë vetën, duhet me dash vetën, për me dash vetën duhet me kalu shumë kohë me vetën, duhet me qunë restoran vetën, duhet me qunë me pa naj film, duhet me qunë me pi naj kafe, ashtu kështu vetë, unë e fakti që kom uthtu vetë e që jam e pëmvarër prej moshës 18 vjeqare, do me thonë e kom pa që kompania e vetëme kam konë e jam, njerëzit vinë, njerëzit shkojnë, shoqet vinë, shoqet shkojnë, kështu që nëse ti nuk ndihesh rahat me vetvetjen, ki me lyp knaqësim gjëra që jonë jashtë vetës. Ose më pare, ose më materiale, ose ki mu kap më qato. E spiritualiteti është që një me më konë me arë një vedije, ku te mush është qatë shumë brenda vetës, sa që ke këto sane eksteriore nuk të bojnë përshtypje, nuk të përmbushen. Sa shpesh është e vajzat në Kosovë, këtë pjekurin që me dalë me pi kafe vetë. Unë nga njëherë i dëgjoj disa vajza njëna tjetërën të tonë, hajde dil merëm se nuk hi vetë. Do me thonë, asë rrugën deri në një lokal nuk e bojnë vetë. Edhe, besoj të ka ra me dëgju si shprejke, kur dikush kujdese shumë për vetën, edhe dënë shumë vetën, fletë me admirim për vetën, që duhet a bëjë se cili. Normal. është kjo shprejke, i pas ka hy vetë janë qef. Qa me ndonë ti? A ke rastet të tila të vajzave që ndoshta sa her ke shku, ke mungu disa vite në Kosovë, ke vrejt një lloj ndryshimi
për të mirë në këtë aspekt? Une ke qëllimi është pjesëtar të familjes, edhe ata mundi të lirë, atë që me dash vetën, edhe mos me pas që të sen që duhet gjithëshysh më konë medikën, ose duhet gjithëshysh dikush me më pranu. Të momentin që e vetvetja të vetë kemi, vetë njerëzit e dur kanë me të ardhë. Kështu që nuk është që është e vërtet që zakonisht jena pak ma shumë të kompleksume. Nuk ndodhë shpesh edhe në mamin kur e shojnë kafe vetë, ja bojnë t'i koke e jashtit, o i zonë, se e pse, sepse jetu pi kafe vetë. Kështu që besoj që është e rëndësishme, po nuk besoj që është kufizuse, vish me dojnë kafe vetë, po tani ka mënyra tjera me mbush vetvetjen. Qka ka diçka që kishe pas qef me pa ndryshe të shoqënia jonë? Të peja jo të bukur, të Prishtina, të vajzat e Kosovës, po jo vesh vajzat, mos flasim vesh për vajzat, për kjo është diçka shumë e mirë për nga ona njerëzore gjithë të cilit, pa dallim të gjinisë. Po se spiritualiteti është do me thonë me konë vetvetja, po do me thonë edhe me shprej, edhe me shprej ndjenja. Te one këto e kam një ndjenjë që qatë shumë nga kanë mësum me hesht, më s'kallëzë që si e mirë, më s'gabo me lyp ndim, atën edhe ke qka jonë temat e shëndetit me ndorë, nuk diskuton, jonë hala pak tabu, ose me shku me takuni, më konsultu me një psikolog, hala është tabu. Kështu që po mendoj që qajë kisha pas qef atën me mi hek që ato komplekse, e ato komplekse të në mendoj që tu e njoftë vetën, tu e dash vetën, do me thonë tani mu nuk tani në heq, edhe nuk është me impresionu. Që besoj që është qajë dhe pak me ndje madhësia, sepse une do me thonë ka letë do një të rejfëll që me plët njerëz, edhe do me thonë nuk onë jetë shumë e tjesht, na esshim, une në qytet esha dath, në klub shko isha me papuqe, as nuk isha mu ly, as s'do me thonë që duhet më kujdes për vetën, po do me thonë nuk onë jetë shumë atjesht. Kisha shokin, shkojke përshkojke për familjen e vetë, qa shumë përshkojke për një vjetë, kishin qa me hongër. Do me thonë, u koni farë, ka pas edhe varfni, po jetën qatë varfni u kone thjesht. E këtu e kom një ndjenë që edhe kena pak qatë varfni, po edhe lypim sanet që s'kan me na përmbush, edhe nuk jetojmë thjesht, lypim pak ma shumë. Kështu që ato kisha thonë atin me shiju, mu kom falendërus për çka kena, e sa ma shumë tani jena falendërus, se atje që atje e kom su falendërimin, se veç ka njerë bike me prit na i shoqe, po në nuk e prisha shoqen se e kisha detin për para, ose dhe ambientin, edhe do me thonë nuk isha në qatë pritje, se u pa. E me prija me pas detin për para? Ndo shta edhe na e kishë Unë e qeni dritarën, vjen pluhni, i dëgjoj zhumat e trafikut të të mërshëm e ku e di une. Po gjithësësi, unë po shpresoj shumë që të gjitha ata që po na shohin kanë me marrë si një mesazh shumë të rëndësishëm këta për vetën, edhe për faktin që ndoshta me e njoft vetveten nuk është proces edhe aq i lehtë, konsideroj unë. A ka raste kur nuk ndihesh mirë me atë se si po e njeh veten, ose kur takohesh me veten tënde. Se jam krejt në fund, këta të fundit e kam, se po më thonë që i kam kalu minutat. Për me njoftu vetën duhet me kuptu që na e kena vedjen, po e kena edhe nënvedjen, edhe i kena disa nivellet nënvedjes. E në që atë nivellet e nënvedjes i kena ketë traumat, i kena ketë modelet e mendimit, që na kanë ardhë prej, që i përzim ka njerë me tradita, do me thonë keq që aty i kena që ka mendojmë një me për vetën, kështu që të edhe mund është mu mundu me bo gjithë shka njetë, po ndështë ta besimi i fëmiris që nështë ta kër i ke pas 5 vjetë, nuk jenë di rahat në një grupë, te prej që ati momentit ki thonë, one nuk jam me vlerë, ose one nuk e meritoj me pas shoshni. Ti do me thonë, nëse nuk hen qatë nënvedije edhe nuk i qlirën që ato baza, ti ki me vazhdu jetën me qatë mendim, edhe nuk ki me kuptu pse kur gjë nuk po funksionan. Se nuk i shku diri të thelbi për mi hek që tu me dhimet, për mi thonë vetës, po, one vlej, one kom zu, one po du me përdor, one muj me arri diçka, une kom vlerë për me pas shoqëri, kështu që në qatë nivel trunit, a i truni është, në qatë nivel nënvedjes, truni është shumë i qelt për sugjerime pozitive, kështu që qatër duhet me thonë bash kush po do në më konë, qka po do në me thonë, qka po do me bo njetë, edhe prej që atyet me mbjell. Me fillu me ndërtu edhe me mbjellat anën pozitive.
Prija ke shumë knaci me taku sot dhe me na dhënë gjithë këtë energji pozitive dhe me njoft ma tepër për ty të përgëzoj për gjuhën shqipe, për ndryshe, me gjithë këtë periudhë të gjatë të mos jetuarit në Kosovë. Edhe shumë jam falendëruese për një eksperiencë të parë. Perfekte. Faleminderit, më falja, më shumë jam falendëruese për një eksperiencë të parë me folk, kështu që besoj që ma heke. Kur do herë tjetër, edhe besoj shumë shpejt mundem më taku prapë për disa diskutime tjera, se e di që kemi shumë çka me fol bashkë. Faleminderit që ishe. Ta duam vetëm, për përmbyllim me këtë mesazh nxjerr nga ky diskutim që pata me Melisën, Prijan, janë një emër, ide shumë i bukur për vajzën, bebin juaj që po vjen në jetë. Takojmë nesër, vazhdojmë të jeni me atë vend. Tung tung.